Një vajzë 15 vjeçare nga Shkupi tentoi të bëjë vetvrasje sepse babai i saj e kishte abuzuar menderisht dhe fizikisht atë, motrën e saj 18 vjeçare dhe nënën e tyre për një periudhë të gjatë kohore. Prokuroria Themelore Publike në Shkup ka filluar procedurë kundër babait 56 vjeçar për vepër penale të rrezikimit të sigurisë. Edhe pse ai vazhdimisht shfaqte sjellje agresive, familja e tij nuk e denoncoi nga frika, derisa vajza 15 vjeçare e pa aftë për të bërë ballë kërcënimeve, fyerjeve dhe presionit nga babai i saj, u përpoq të vetvritej. Procedura është nisur edhe kundër një burri 33 vjeçar nga Shkupi, i cili e kishte plagosur fizikisht gruan e tij gjatë kryerjes së dhunës në familje. Prokuroria informoi se më 20 qershor ai e tërhoqi gruan e tij në një automjet dhe e kërcënoi. Në një moment donte ta godiste me një shishe qelqi. Gruaja hapi derën, ndërsa ai pongiste makinën dhe kërceu nga automjeti. I dyshuari u ndal dhe u përpoq ta fuste me forcë brenda duke i shkaktuar dëmtime trupore. Në 2 rastet e ndara të dhunës në familje, prokurori publik i paraqiti një propozim gjyqtarit të procedurës paraprake për përcaktimin e disa masave paraprake, duke përfshirë ndalimin e të dyshuarve për të dalë nga banesa e tyre, detyrimin për të paraqitur në gjykat, sekuestrimin e përkohshëm të dokumenteve të tyre të udhëtimit, ndalimin e afrimit ose vendosjes pra mbajtjes së kontaktit ose lidhjeve me palët e dëmtuara dhe ndalimin e vizitës së vendeve ku ata lëvizin.